vërtet shumë të fuqishëm, që e ka krijuar madje me kohën, ka pas një goxha koordinim me kryeministrin, me kryetarin e vendit tonë. Unë e vlerësoj si një nga figurat që ka bërë goxha punë, edhe në aspektin ndërkombëtar, domethënë ka pas një prezencë. Por, kur ne luajmë si vetëvendosje, nuk luajmë me një person i cili nuk është më, vetëvendosje ishte në listën e parë, kuptohet, kur fituam. Pastaj u bë president. Ne pastaj mund të luajmë, si thua, mund të provojmë me antar tonin, provuam me Glauko Njusën. Por nuk mund të thuash, po sjell një person konsensual që është tashmë president, edhe po hedh në provë. Në shkrimet ti, në shkrimet unë, e garantuan votën. I garantuar votën. Nuk mund të futësh dikë, sepse askush nuk ka bërë pyetje. Po sikur të vendosin Vjosa Osmanin, dhe mos zgjidhej. Si nuk shkon, vërtet, te gazetarët e ka më tepër problem. Si nuk shkon një gazetar, me imagjinat vogël thotë. Po ja vetëvendosja, bashkë me LDK, kishim dhe në shkrimet, 81 në shkrimet, sa sakta që janë, minimumin e kishim. Edhe vjen momenti që Vjosa Osmani s'merr votat e LDK-s. Me madje, ku e di unë, në grupin e madh 66 votave, vetëvendosit nuk merr vot, nuk merr sa vota. Çfarë bëjmë ne? Mbas do dilin llogarit pak a shumë njësi me zonë konjukse. Imagjinojeni pak çfarë krize jo politike. Çfarë krize psikopolitike krijoi. Po në këtë rast është krijuar një krizë psikopolitike? Jo, sepse njerëzit tani përkundrazi, unë kam idenë që janë ca të qartë, publiku, botuesisht sa i qartë. Thotë, publiku që do të jetë i qartë. Unë nuk po them për një publik i cili ka ca pagesa. Që po të flasim për Shqipëri. Në Shqipëri është e vështirë të bësh zgjedhjet korrekte. Pse? Numri më i madh i njerëzve që votojnë për partinë pushtet. Janë njerëz që një person familje se kanë lidhur me pushtetin. Demografikisht Shqipëria është e bllokuar. Nga aspekti demografik. Është një problem më të madh. Demografik politik. Një gordiane. Pensionistët janë të ndarë sipas kohës kaluar, kur deklaron njeriu thotë te kjo parti kam qenë edhe kur ishte Enver Hoxha, ti e kupton ai nuk mendon. Ai voton në mënyrë automatike. Pra, nuk po flasim për Shqipërinë. Në Shqipëri kjo mas është çoroditur dhe ka bllokuar politikën shqiptare, nuk ka më politikë Shqipëri. Unë po flas për Kosovën. Në Kosovë, njerëzit që kanë raporte direkte me pushtetin, me një pushtet kaluar, nuk janë një masë shumë e madhe, prandaj në vetëvendosja arriti 51.1%. Është e rëndësishme. Mos mendoni që... Do ruaj këtë rezultat do t'i hodha në zgjedhjet e ardhshme? Nuk e di. Unë nuk jam nga ata që them. Nuk e di. Pse? Sepse në Kosovë treguesi i demokracisë ekziston një tregues demokracie. Kur është demokracia e shëndetshme? Kur sa më shumë votojnë, dakor? Aq më shumë forca që ka ardhur në shoqëri në tempin e progresivitetit, e progresionit, fiton. Bani mund të se është një kriter shumë normal i politikës. Kur duhet vinë forcat të regjimit të rikthehen, sa më pak votojnë, aq më shumë i rritet shansi. Prandaj ju e ndjeni që atje ka një luftë të paparë ndaj mërgatës. Do të thotë regjimi është kaq kundër demokracisë, sa kërcënon gjithmonë mërgatën me heqje vote. Në emër të demokracisë duhet thoshin sa është lista e votuesve të Kosovës, janë 2.100.000 veta në listë. Dakor? Që nuk janë të regjistruar, janë popullsi e Kosovës, janë në mërgim. Duhet thoshte qëllimi im është të bëjmë që 2.100.000 veta të votojnë. Ky është qëllimi i demokracisë. Lista votuesve të votojnë të tërë. Përkundër kësaj, ata thoshin t'ja heqim të drejtën. Kush po heq të drejtën e adresave dhe banimit? E dini kush? Vetëm Serbia në Preshevë. Kjo është një problem... Jo. Mendoni çfarë lloj fraze është kjo. S'ka të drejtë thot mërgata të votoj.
Ka ikur kjo mërgat? Pse ka ikur kjo mërgat? Se ngatrojmë me diasporën. Diaspora është një element tjetër. Kjo është tjetër histori. Ka ikur në një kohë që nuk i përket njëti trend kohor me ne. Diaspora arbreshve. Diaspora tikurve në Amerikë 1900-ën. Diaspora që ka ikur 1912 në Turqi. Ka një diasporë të vogël në Argjentinë 1870-ën. Ai që ka ikur në 68-ën, që ka ikur në 81-shin, që ka ikur në 89-ën, që ka ikur në 90-ën, unë s'mund të quaj diasporë mërgatën e Shqipërisë. Mërgjimtarët e Shqipërisë të quaj diasporë, janë duke thënë, s'kan lidhje ata dhe gjuhën se mbajnë më mirë. Më kuptoni, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm me elementin demografik, demokratizues të trojeve tona. Ne duhet llogarisim si shqiptar, që në trojet tona jetojnë shqiptar më shumë se çka serb në Serbi dhe grek në Greqi. Këtu fillon mentaliteti ynë shtet formues, kom formues dhe me të ardhme. Po nuk e futëm këtë në kokë dhe themi gjithmonë popull i vogël, ne do prodhojmë refugjat dhe do largojmë njerëzit. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, nuk është çështja sot se nuk u zgjodh presidenti. Unë po shoh buxhetet, unë shoh pikërisht numrin e kthimeve të mundshme. Çështja ime është të ardhmen. E shkuar e gjatë, e ardhme e ndritur. Sa më pak shkuar shef, aq më të ardhmet ngushtë ke. Zoti Hoxha, ju folët për këtë moment që është momenti historik për faktorin shqiptar edhe për atë që ju vetë keni konsideruar pranvera shqiptare nis nga Kosova. Vetë elita shqiptare, a është në lartësi në këtij momenti? Elita shqiptare në tërësi? Elita shqiptare në tërësi. Flitet her pas here për elitën, herë thuhet që elita është gojkyçur, herë thuhet që elita është e kapur, herë thuhet që elita është indiferente ndaj problemeve dhe zërit që duhet të ngrer për çështje të ndryshme, ju si e keni parë? Shikoni, ju e thatë vetë përgjigjen pa e ndjerë. Si thatë, ju, elita është gojkyçur? Për cile elit folët? Për elitën e ekspertizës. Se kyç gojën, ka një se pusakson rogën e vetë lartë, dhe thotë, po të merë me politikë, po të merë me përgjegjësi politike, do dalë kundër këtij, kundër atij, mbaroj puna. Pastaj thotë, elita e tretë ishte elita indiferente, se duhet kujtojmë si e thatë radhën, po thatë një elitë, edhe perceptimin publik. Jo, thatë pa dash një elitë të dytë, që ishte elita në fakt e pazareve, që është elita politike që njohim ne regjimeve, e cila nuk e ka shumë të konfirmuar faktin që është elitë. Se ka ardhur rastësisht në ato pozicione, sa doktor shkencash kemi ne që janë bërë doktor shkencash pasi kanë qenë deputet. Dhe e di kur janë marrë diplomat. Ka dhe nga ata që kanë marrë shkollën e mesme pasi kanë marrë të lartën. Dakor. Po ke qenë deputet ose diçka, natyrisht e ka bërë këtë, ose biznesmen i lartë, ku diun. Pra, këto janë elitat e panatyrshme. Dhe ishin këto elitat indiferente. Cilat janë elitat indiferente? Këto zakonisht elitat indiferente ndoshta janë më të shëndetshmet në kuptimin intelektual. Ne kemi shumë pak tillë, do të themi që kjo është zona intelektuale më e ngushtë, por këta janë njerëzit të cilët, duke pasur një formim shumë të fortë perëndimor, shumë të fortë, mos s'po i referohem masterëve dhe doktoratave që bëjnë tani në perëndim, po më herët e ndjen që në aspektin e po themi tërësisë kulturore evropiane kryesisht. Pesha e tyre specifike për të ndeshur në debate publike është shumë e pakët. Atëherë çfarë bëjnë këta? Heshtin perëndim, heshtin Shqipëri. Këta janë më të heshturit. Këta janë për shembull dhimbja ime, sepse njoh disa, pak janë, por këta duhet ishin kryus. Sepse këta do ishin lartësinë e Recep Qoses, lartësinë, po të flasim më tutje, do kishin krijuar lartësi. Vërtet, nuk do përmend emra këtu, po mund të jenë 2-3 Shqipëri. Dakor? Këta janë intelektual të vërtet, por që s'bëhen. Janë të mundshëm, por nuk realizohen dot. Kjo është dhimbja juaj, po gëzimi juaj? Gëzimi im do ishte pikërisht kur dhimbja shuhet, pra do ishin bërë. Ky është problemi, po nuk po shoh sepse ne nuk kemi sisteme që integrojnë elitat.
E di që duke bërë zhvillimin sovran, duke bërë fondin sovran në Kosovë, ne aktivizuam për shumë Besnik Pulej. Dakor? Pra, gjejmë figura dhe i aktivizojmë, i sjellim nga Perëndimi ose nga Shqipëria, nga shqiptaria. Ka edhe një pjesë të elitave që ndoshta nuk ju dëgjohet zëri dhe ndonjëherë duket si Liza në botën e çuditërave dhe praktikisht vetë politika i merr, i shfrytëzon dhe pastaj i jep prapë në rrugën e madhe. Si antar i kryesisë vetëvendosjes, si drejtori i Institutit Politik Studimeve Romane, si ish këshilltar i kryeministit Albin Kurti, unë merr kontakt shumë me njerëz të cilët duhet ishin